Kësaj radhe, vendosëm të trokasim në një vend ku mbizotëronte dashuria. Në Art Studio Rudina, gjithçka këtu brenda rrezaton ngrohtësi, kolor dhe ndjenjë. Mikpritja ishte e dukshme që në fillim. Me dashuri të madhe dhe respekt të thellë, ne donim të përcjellnim pak nga historia njerëzore e Rudina Prodës, piktore autiste që sot njihet nga të gjithë nëpërmjet artit të saj. Rudina vendosi të kapej fort mbas jetës dhe të merrte, por edhe të falte dashuri pafund. Në radhë të parë unë ju falenderoj një herë që mendova të vini të bisedonit me neve për Rudinën, për të kaluarën të tashmen, por në base edhe për të ardhmen e saj. Unë që në fillim do të them që Rudina është produkt i këtij vendi, është si njeri dhe produkt i këtij arti shqiptar si artiste. Kuptohet që jeta e Rudinës është shumë e veçantë, që nga lindja deri më sot, sepse kemi pas të bënim dhe të bëjmë, edhe do të bëjmë me një person autist që ka patur probleme shumë të rënda në fillesat e saj, por fal interesit, kurimit, për kujdesjes familjare dhe të rrethit familjare miqësor, po ashtu dhe shoqëror, bëri që Rudina të kthehet në jetë në radhë të parë, pastaj gradualisht të rehabilitohet, të integrohet në shoqëri, por për mendimin tim them se edhe të socializohet në jetë. Pse e them socializohet në jetë? Rudina sot është artiste, është e barabartë midis të barabartëve, nuk mund të flas se në ç'nivel nivel është arti i saj, sepse nuk është as detira ime, as mundësia ime, por nuk është as kompetenca ime për ta thënë një gjë të tillë, por mund të them që Rudina është një punëtore e mrekullueshme që nuk ka nevojë të thotë kush të punoj. Për mua është profesioniste, sepse tani ka studion e saj, ose më mirë dhomën e punës saj, ka këtë si galeri, të cilën ne ja kemi thirrë shtëpinë ekzistuese, ja kemi kthyer si galeri, dhe këtu vinë edhe shqiptarët, vinë edhe të huajt, me thënë drejtën edhe gëzohen, edhe mrekullohen, edhe neve na japin forcë dhe na ndihmojnë. Një nga personat më të dashur të Rudinës është padyshim nëna e saj, ajo e cila e ktheu në jetë Rudinën, e rriti, i fali dashuri, i qëndroi pranë dhe i kushtoi jetën asaj. Unë do të them faktorin bazë që Rudina u kthie në jetë, përveç mjekësisë, nuk diskutohet, është nëna e saj. E them hapur, kur i thonë, as pak për t'i bërë qefin që Rudina ka patur një fat të madh që ka patur nën atë, Lolën, e cila për mua është një nën heroin, e cila u zbardh 23 vjeçe, ku i thonë, dhe ju ka përkushtuar jetën e saj kësaj. Nuk diskutohet që edhe ne të tjerë të gjithë kemi bërë pasaj, por puna e parë për ta kthyer në jetë, ose mirë për ta rehabilituar, ose mirë për ta kuptuar edhe ajo që është njeri, është nëna. Ata që e kanë ndihmuar Rudinën kanë qenë dhe do të jenë plot, sepse ajo e meriton absolutisht respektin, dashurinë dhe mbështetjen e të gjithëve. Në kjo se nëna e ktheu në jetë, bashkë kuptohet gjithnjë, pa lënë mënjanë mjekësinë. Dhe me këtë rast, do më thënë, unë duhet të përshëndet edhe Spitalin e Fëmijëve në Tiranë, duhet të përshëndes ose të bëj një honor për profesor Bekteshin, i cili nuk jeton më, duhet të bëj një honor për profesor Bolean në Itali, që edhe ai nuk jeton më, duhet të bëj një honor për profesor Rosenmayer dhe Schweinmüller në Austri, të cilët nuk e dinë se jetojnë ose si jetojnë, por kanë qenë më shumë madhore, dhe duhet të bëj një honor për të gjithë ata që kanë thënë qoftë edhe një fjalë të mirë për Rudinën, ose që kanë thënë qoftë edhe një buzëqeshje, që kalojnë rrugës tani dhe ndalojnë, përgëzojnë edhe pastaj ikin i thonë sukses e Rudinës.
Për kujdesjen ndaj saj kanë shprehur sidomos artistët, ata të cilët që në fillim e kanë ndjerë dhe kuptuar artin e saj, sepse puna e Rodinës të emocionon. Ajo është burim ngjyre dhe emocionesh. Po ashtu, dua të vlerësoj shumë për kujdesjen që kanë treguar artistët. E kanë fjalën për artistët e vërtet. Duke filluar që nga Galeria Arteve, që nga Shoqata Linda, që nga artistë mëdhenj, Kujtim Buza, Sali Shijaku, Kilko Dheli, ata që nuk jetojnë më dhe t'i përkujtojnë bile, e me radhë të cilët kanë thënë fjalët mira, Gazmet Leka, Alushima e tjerë, në thënë që kanë thënë fjalë zemre, dhe neve me fjalët e tyre, me mendimet e tyre, na kanë ndihmuar që Rodina, do të thënë, të punojmë akoma më shumë me Rodinën. Rodinën e shohim në radhë të parë si problem social. Ajo arriti që nëpërmjet një procesi të gjatë, të vështirë dhe sistematik kurimi, rehabilitimi dhe integrimi në shoqëri dhe shoqërizimi në jetë, të bëhet pjesë e shoqërisë. Vlerësimin për punimet e saj, për atë që sjell ajo në artin ton, e bëjnë artdashësit dhe specialistët. Ne nuk kemi vetëm një person social në shtëpi. Tani duhet mendojmë se kemi edhe një artiste, po kemi një artiste domethënë që në fundit është artiste që s'na përket vetëm neve, tani ju përket gjithë shqiptarëve, i përket Shqipërisë, sepse kështu edhe të tjerëve, se përderisa shkruan polaku, shkruan tjetri që kjo s'u përket vetëm juve, si përket vetëm popullit shqiptar, por na përket dhe neve, domethënë diçka ka në këtë mes, i kam thënë dhe bashkëshortes. Ose kur arrin ishin në Rumani dhe arrin një profesor doktoresh, e bia e arkeologut të shquar që dërgoi Jorga në Shqipëri në kohën e Zogut për të hapur muzeun arkeologjik të Evropës Juglindore, dhe kur ka shkruar në librin e përshtypjeve thot sa keq që prindit e kësaj nuk i përkasin gjenisë aromune, nuk i përkasin domethënë botës aromune. Domethënë tani kanë filluar ta duan edhe të tjerët Rodinën. Ta duan domethënë mundësisht domethënë sikur digjen janë domethënë që ta kenë vetën. Të më falni që fola në këtë mënyrë, mua më takon domethënë të jem sa më modest, por realiteti është realiteti, ne nuk mund ta hedhim poshtë, sepse po të bëjmë këtë do bëjmë të kundërtën pastaj. Do bëjmë të kundërtën e asaj që ka bërë edhe shoqëria, por që kemi bërë edhe neve, domethënë në drejtim kësaj vajze. Një gjë tjetër unë dua të përshëndes qeverinë shqiptare. Pse dua ta përshëndes? Dua ta përshëndes qeverinë shqiptare se të tërat punë që ka bërë Rodina e vlerësoj më në fund. Para 4-5 vjetësh, Komisioni i Posaçëm Shtetëror, domethënë e dha unanimisht për krajen se Rodina duhet, domethënë Rodinës duhet t'i jepë një pension i posaçëm për arritjet e saj deri tanishme. Qeveria vitin e kaluar e miratoi. Kjo është një gjë shumë e madhe, është domethënë jo vetëm satisfaksion, po edhe është një ndihmës dhe është një mbështetje për Rodinën, po për mua është edhe një vlerësim. Prindrit e Rodinës, si bashkëdhetar në jetën e saj të mundimshme, një gjë e thonë me plot bindje dhe siguri. Ajo është një punëtore e palodhur, një person me vullnet, këmbgulje dhe durim të jashtëzakonshëm. Rodina ka patur një gjë që gjithnjë mbante një laps në dorë, e mbante kështu dhe ose s'lër laps çargjente, mirë te gazetë, çargjente përpara dhe gjithmonë me atë po e them zgaravisë se një piktor më ka sulmuar kur i kam thënë, një piktor i vjetër dhe shumë i nderuar më ka sulmuar kur i thash zgaravis se bile arriti deri aty sa të thoshe që kjo nuk zgaravit, po ti nuk e kupton. Neve duke qenë në Vjenë, rreth moshës 8-9 vjeçare dhe Rodina ishte me laps në dorë, profesori na pyet, çfarë intereson më shumë? Dhe ne i treguam që Rodina ishte shumë e vëmendje ndaj muzikës. Dhe i treguam një rast shumë interesant nga opera Aida, kur ishte refreni që ai refreni famshëm i saj, i Aidës, kjo siç ishte duke lozur me lodrat e saj, ndaloi derisa mbaroi refrenin, pastaj vazhdoi. Dhe kur i tham këtë profesori tha, duhet ta kanalizoni në muzikë. Ndërkohë e pa dhe me laps në dorë. Mbas muzikës tha, duhet ta kanalizoni, si ta mendoni juve, në pikturë. Dhe mbas pikturës tha, unë mendoj se duhet ta kanalizoni në volejboll për 2 arsye. Sepse është rjeta dhe nuk përplaset Rodina sepse ajo është dëmtuar në kokë.
nuk përplaset Rodina, e para dhe e dyta, motra ime ka qenë kapitene e ekipit volejbollit të Austrisë, kështu që volejbollin e dua shumë. Neve, ndoshta është fati i saj, bijem në kontakt me pedagogun dhe piktorin, pedagogun e Akademisë Arteve të Bukura dhe piktorin e më i njohur, Bashkim Ahmeti. I treguam rastin e Rodinës dhe rekomandimet e profesorit, dhe ai na rekomandoi pedagogun Bashkim Dervishi. Shkuam te profesor Bashkimi, e pranoi, punoi me të, si thash, punoi 6 vjet. Po ndërkohë Rodina punonte edhe në shtëpi. Motivet e Rodinës të shprehura shkurt prej saj janë: do të punoj, dembele të rim pa punuar, piktura është jeta, piktura më bëri njeri, puna më bëri njeri. Sa e do, e ke shumë qef pikturën, e do pikturën? E dua pikturën. Çfarë të pëlqen të pikturosh më tepër? Lalin, Kush është Lali, vllai? vllai, Si e pikturon vllain ti? si Gavrosh. Pse e pikturon këtë lloj mënyre? E dua shumë vllan. Po mamin dhe babin, si nuk e ke pikturuar ndonjëherë? Do t'i pikturoj. Së shpejti. Së shpejti. Po muzikën e ke qef? E kam qef. Si e ke qef, të qetë apo ritmike? Ritmike. Shumë mirë. Kush të ka mësuar ty të pikturosh? Gjaxhi Bashkimi? Gjaxhi Bashkimi. E do shumë ti Gjaxhi E Bashkimi? dua shumë Gjaxhi Bashkimin. Çfarë të ka mësuar në pikturë ai? Dritijet. Drithijet? Dritijet. Po. Na. Çfarë ngjyrash të pëlqejnë më tepër ty, Rodina? Vaj. Ngjyrat e vajt? Ngjyrat e vajt. Po kështu të pëlqen më tepër bardhëzi apo ti bësh me shumë ngjyra pikturat e Me tua? bardhëzi. I bëj. Po ke ndonjë pikturë që të pëlqen më tepër nga të gjitha këto? Ti për Më shembull po pëlqen. fliste për Lady Diana, çfarë? Lady Diana. Të pëlqen më shumë nga ajo. Më pikturë? pëlqen Lady Diana. Do vi Lady Diana të shikoj studion e vajzës? S'vjen dot. Shikoj studion. E kam parë. E kam parë. S'vjen. Lady Diana? Jo, nuk na vjen dot. Ke qenë në Paris, e ke parë? Kam qenë. E ka parë. Qiri? E ke ndezur një qyri? E kam ndezur një qiri. Po tjetër çfarë pikturash ke bërë ti, Rodina? Për gërdecin ke pikturuar? Për gërdecin. Po lulet? Të Kam, pëlqejnë? më pëlqejnë lulet. Ka shpirt Teta Lili. Teta Lili? Kush është Teta Lili? Dajesha. Ah, e do shumë E Teta dua Lili. shumë Teta Lilin. Edhe ajo të do besoj. Më do, më do. Je shumë e dashur. Jam je shumë e mirë. dashur. Duam njerëzit. E dua. Edhe ne të duam shumë. Më do shumë. Ti na done? Më do. I dua. Si që thash, neve kemi në rinovim. Do më thënë, këtu janë, të thash, punë që gjetëm e i vendosëm. Por punët e tjera janë me qindra, me fjalë që do t'i vendosim dhe do t'a ribëjmë nga e para galerinë. Do t'u tregoj për shumë dhe të fjera një triptik. Një. Dy. Tre. Kjo është një triptik. Ose, nuk e din kjo se i filmove, Po, patjetër. ti heq, ashtu. Ose, marrim, këtu është një gazet. Gazeta është mjetë pune për të. Këtu është një copë ambalazhi. Copën e ambalazhit e ka marrë, duke ndonjëra aty, e ka bërë lule. Pra, çdo gjë këtu ka ëndër çokoladën dhe mbas çokoladës ka bërë, ne kemi vendosur Krishtin, po ndoshta nuk do na besoni njëri që kjo është bërë, është apologjia e Sokratit, është ai ky i thuaja artisti i famshëm i Dorsit,
që ka luajtur apologjinë e Sokratit. Mirushka Bashi, më falë se u vonova në qikë, me gjithë se ti do ta pasosh besoj, Mirushka Bashi. Pra, e ka bërë në letën e çokoladës. Pra, çdo gjë që i bie në dorë, revis, qartjet, një copë, beze, kanë beze. Ka gjetur bezen, e ka marrë, e ka vënë shtruen në tavolinë, ka punuar mbi të. Bëri rreth 250 punë në shtëpi, përveç punëve të bashkimit. Pastaj, mbas kësaj, u hapi ekspozita e parë, ku erdhi dhe presidenti i Republikës. Disa burra të Shqipërisë mesme. Do thënë veshje popullore, kostume popullore. Dhe kjo është nga vallet popullore të ndryshme që ka pa Rudina në televizor. Ose këtu, ma merr mendja, do kemi pasardhur, kemi qenë gjikundi dhe kemi pasardhur ndoshta që aty është se më bëhet domethënë që një fshatar Tiranës me nusen e tij, me bashkëshorten e tij, dhe aty mbrapa sikur është lumi. Domethënë më bëhet mua sikur është detja, nuk e di, po më bëhet sepse është monokolor dhe e pyet Rudin kush është burri dhe gruaja, thotë edhe ka i talë pasaj, sepse çka dashur e ka thënë, edhe talë punën se ka një gjë që Rudina ta mbaron punën e talë dhe nuk pyet më për atë punë. Ajo punë ka marrë, është bërë një herë, nuk bëhet më. Do thënë kjo se i vë një fotografi që ka ikur nga Shqipëria në fillesat e saj dhe i thua bëje, thotë ta hedh për te, ta hedh, thotë e kam bërë një herë dhe sa prek me dorë. Edhe nuk do, pastaj nuk do modele përpara, kjo është. Do të punon vetëm me imazhe. Edhe portretit që bën të njerëzve i bën vetëm me imazhe. Nuk është portreti i njeriu tamam, por është imazhi i tij. Vazhdoi pastaj serinë e ekspozitave, siç ka thënë profesor Gazment dhe artisti më i njohur Gazment Leka, siç ka thënë që e ardhmja e Rudinës është ekspozita pa kufi. Dhe kështu ka ndodhur me të. Ajo çdo vit ka hapur jashtë shtetit nga 2 ekspozita, po dhe brenda vendit. Në Shqipëri më pak, po më shumë ka hapur jashtë shtetit tani. Dhe siç thash, domethënë, ekspozita vetjake ka rreth 30-31 ose diçka të tillë, dhe po 30 ka edhe ekspozita vetjake dhe jashtë Shqipërisë. Ka hapur në Cardiff, ka hapur në Paris 2, ka hapur në Itali, ka hapur 2 në Zvicër, ka hapur në Finland 2, në Danimark, në Estoni, në Poloni 3, në Hungari 2, në Romani 2, në Greqi, në Bullgari, në Sloveni, në 8 ekspozita në Kroaci, 1 në Kosovë, domethënë ka hapur në Rusi e me radhë, domethënë geografia gjithnjë personalet, kurse ekspozitat përbashkëta pasaj geografia shumë e gjerë dhe e fundit është tani që u hap ekspozita e piktorëve gjithë kombëtar në Pogradec para disa ditësh. Rudina ka rreth mbi 3000 punë në 15 teknika, ka 6 albume vetjake të botuara në Shqipëri nga fondacione të ndryshme, ka një libër e dashur Rudina në shqip dhe anglisht, e cila ka mbresat, impresionet, artikujt. Ngelur në mend janë dropolitet, edhe kostumet të ngjajnë të tillë, dhe ka valle dropolite, dhe dropolite domethënë sikur janë në parad mode, a nuk e di si të them domethënë. Pra i kanë duke i bërë përshtypje, kostumet janë tepër interesante, efektivisht domethënë kjo i ka pasqyruar edhe në punët e saj. Albumi 6, kjo është vetëm me stereolaps. Dhe këtë vit në Kroaci bëhet një kongres botëror për rolin e artit dhe shkencës për zhvillimin e potencialit njerëzor. Dhe në 6 aty marrin pjesë shkencëtar dhe specialistë nga e gjithë bota. Dhe në 6 kongreset është ftuar me ekspozitë vetjake Rudina. Dhe si vjet shkuam vetëm me stereolapsi, me ekspozitën e stereolapsit është akoma aty. Dhe nuk donin ta besonin, është pa mundur, thosh. Nuk e besonin, domethënë që të ishte stereolapsi, domethënë të kishte këto ngjyra, të kishte këtë punë. U larguam nga kjo studio arti me ngrohtësinë dhe dashurinë e një familje të mrekullueshme. Si dhuratë morëm të 6 albumet të Rudinës, librin E dashur Rudina dhe kolorin pafund të këtij ambienti.